pari, do kërkoja nga ana juaj kryetar të ruani etikën, të mos e ngrini zërin, sepse ngritja e zërit, fyerja e kolegëve të opozitës nuk ju jep të drejtë në atë që thoni. Duhet bëheni pak më të duruar për të dëgjuar. Për këtij leksione durimi edhe sjellje të mirë është fundi i botës, tani si javën me leksione nga ty për ruajtje durimi edhe për gjuhë të mirë. Çfarë tani? Për mirë këtij leksione. A mund të qetësoheni pak, ju lutem, se shoh që keni shumë në siklet. Jam aq i qetë, zonja Vokshi. Atëherë, ju lutem, më lini, e kuptoj që kjo çështje ju prek. E kuptoj që duke ngritur zërin ju mundoheni që të fshihni heshtjen e dënueshme të kryeministrit dhe mos reagimin ashtu siç duhet të qeverisë shqiptare. Nëse quhet budallallok, një deklaratë skandaloze, diskriminuese, kjo është relativizimi që ju po kërkoni dhe minimizimi që përmendi edhe kolegu im Tritansheu. Ajo është ministre, për aq kohë sa është ministre, nuk mund të trajtohet thjesht si një individ i çmendur. Dhe kjo është ajo që ju po mundoheni të bëni. Edhe duke i vënë epitetin qetësirë, nuk e lani dot qeverinë serbe, është qëndrim i qeverisë serbe dhe juve duhet të reagoni. Ky komision duhet të reagojë. Dhe a ka mundësi ma dhat fjalën kur të mbaroj unë, mbani juve, nuk ka nevojë të bëni zhurmuesi. Do merrem ma ula të gishim, do merrem me juve, mos e ngrini zërin dhe drejtoni ashtu siç keni drejtuar deri tani. Ju lutem, drejtoni siç keni drejtuar, nuk e ndryshoni dot dhe nuk e rikuperoni dot. Ju lutem. Ruani etikën dhe me qetësi. Me qetësi. Më lini mua, më lini, jo morët me mua dhe biles edhe më fyet. Edhe më fyet, po unë nuk i përgjigjem fyerjeve tuaja, nuk i përgjigjem.